Mbi deklaratën e 4 vendeve të Bashkimit Evropian për të zgjidhur krizën politike do të lidhem me Kosovë Gjocin. Kosovë, të përshëndes. Përshëndetje, Ilir. Pritëm pak, po me sa duket ka një reagim të unifikuar të vendeve të Bashkimit Evropian për sa i përket ngërgjit politik në Kosovë. Nëse do të ndaleshim tek pikat kryesore, cili ishte mesazhi i tyre Kosovë? Po, Ilir, është vërtet që ditën e sotme mund të themi lirisht që ka pas një shtim, po thëmë, të zërave të përfaqësuesve ndërkombëtar përfshiktur që nga shefi i zyrës Ivo Orav e deri tek ambasadorët e rëndësishëm të vendeve të rëndësishme të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania, Franca, Holanda e ambasadorët e tjerë që ishin pjesë në një takimi në Turezë që ishte thirrur nga disa organizata jo qeveritare, ku normalisht temë kryesore realisht ishte procesi pra rrugtimi i integrues i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe institucionet tjera të Bashkimit Evropian, por që normalisht desha pas deshën duke pas parasysh që aty ishin pjesëmarrës edhe përfaqësues të partive politike. Për çuditje Ilir të themi ishin përfaqësues të gjitha partive politike, si nga ish opozita, si nga partia që është në pushtet ende. Dhe normalisht aty që të gjithë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, po edhe vetë shefi i zyrës së BE-s në Kosovë shfrytzuan rastin realisht Ilir që të apelojnë. Nuk po them se japën ndonjë mesazh në kuptimin e involvimit, ndërhyrjes në gjithë këtë proces, por ishin të zëshëm, mjaftueshëm, do të thoja në apelin që ata kanë sa i përket urgjencës pra që Kosova ka në krijimin e institucioneve. Duke filluar që nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Kosovë, i cili bëri të ditur që janë gjithë ato procese me të cilat normalisht Bashkimi Evropian dëshiron dhe duhet të komunikoj dhe të kontaktoj dhe të bashkëpunoj me Kosovën, por që fatkeqësisht tash nuk mund të bëhet marrë parasysh se nuk ka një adresë të qartë se me këtë duhet të diskutohet. Por normalisht pastaj ai përveç këtyre, po them, proceseve që lidhen kryesisht me integrimin, me përfitimet që Kosova mund të ketë nga plani i rritjes apo edhe fonde tjera që do t'i ofrohen nga Bashkimi Evropian, normalisht që u fokusua pak a shumë edhe tek çështja e dialogut, ku normalisht u tha që Kosova duhet patjetër, duke pas një qeveri të re i bie që të kthehet edhe në tavolinë e dialogut, të marrë përsipër obligimet që ka marrë dhe potencoj tekstualisht Ilir edhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Ai tha se e kuptoi që në Kosovë në përgjithësi gjitha partitë politike nuk janë aq të nuk e dëshirojnë aq shumë që kjo temë të hapet, të flitet dhe diskutohet rreth saj, por ai përsëriti një gjë që kjo është një obligim ndërkombëtar që Kosova e ka marrë dhe sipas tij më mirë është të mbyllet, pra të përfundohet si proces më herët se sa më vonë. Kështu që normalisht këto kanë qenë më shumë ato 3 mesazhet kryesore, përfshi këtu edhe normalisht detyrat e shtëpisë që Kosova duhet t'i bëjë si shtet sa i përket pjesës së proceseve integruese. Pra, mos harrojmë Ilir, në gjatë këtij diskutimi u mor shembull ta zëm edhe Shqipëria nga ambasadori francez, ku u tha se dikur ndoshta Shqipëria nuk ishte as pak mirë me reformat, me agjendën e reforma, me shumë çka tjetër që do ta afronin me Bashkimin Evropian, por bashkëpunimi i mirë, puna e mirë, siç tha ai që është bërë pastaj nga shteti shqiptar ka bërë që tashmë Shqipëria realisht jetë një lloj kampioni sa i përket mundësisë, si ndoshta shteti që ka mundësi më të madhe për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian më shpejt se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Pak a shumë këto mesazhe Ilir kemi pas edhe nga ambasadori gjerman, nga ambasadori francez, nga ambasadori i Holandës, po ashtu edhe nga ambasadori i Kroacisë, e cila pak a shumë ka sjellur në një farë formë edhe përvojën e vendit të saj, sa i përket qoftë aspektit të integrimit, qoftë trajtimit të problemeve, duke pas parasysh se vetë Kroacia dikur ka pasur probleme politike me Serbinë. Por po ashtu është fol pak a shumë edhe për këtë pjesën e izolimit. Pra ishte realisht ambasadori francez i cili tha se nëse vazhdohet në këtë formë, siç po veprohet deri më tash, ku qeveritë e Kosovës nuk i dëgjojnë miq ndërkombëtar, nuk koordinohen me ta, përfshi këtu duke përmend edhe këto veprime që po ndodhin në veri, Ilir, e për çka edhe vetë Zoja Kaja Kallas e potencoi faktin që edhe masat që mund të hiqen edhe më shumë karshit Kosovës do të lidhen shumë me atë se si do të trajtohet veriu pak a shumë nga ana e Kosovës, pra
ndalja e mbylljes e institucionet që ata i konsiderojnë si struktura të mbështetura nga Serbia, por në asnjë moment nuk i referohen si struktura ilegale, të paktën jo në Bashkimin Evropian. Ambasadori francez tha se nëse nuk ka një lloj koordinimi për këto hapa, po edhe për shumë tema tjera, atëre gjasat janë që Kosova të vet izolohet edhe më shumë se sa që është tash. Po ashtu u përmendën edhe modele tjera, pra ishte ambasadori gjerman që mori shembull vendin e tij që është totalisht e pakuptueshme dhe frustruese për qytetarët që tash sa muaj po bën pra që nga zgjedhjet dhe Kosova nuk po arrin të konstituoj kuvendin, nuk po arrin të themeloj institucionet e saj ekzekutive dhe normalisht ai bëri të ditur edhe vetë vendi i tij ka qenë në një situatë jo të lehtë pas zgjedhjeve, duke pas parasysh problemet që kanë pasur edhe ata me dështimin e votimit të kancelarit, por megjithatë mori si shembull që përmes një kompromisi tek partitë politike është arritur deri te konstituimi i kuvendit, tashmë Gjermania ka institucione funksionale, çka sipas tij do duhet të merrej në farforme shembull nga partitë kosovare që ta tejkalojnë interesin personale partijak dhe të shohin më shumë tek ajo se cila është interesi realisht i vendit, cili është interesi i Kosovës. Kështu që Ilir besoj se janë elemente pozitive do të thojnë, pra po them për te i faktit që nuk ishin ndoshta mënyrë, hajde po them urdhërore këto deklarime, ishin dashamirëse dhe apele dashamirëse, por megjithatë është e rëndësishme që ka një lloj rritje të zërave ndërkombëtar sa i përket blokadës dhe unë besoj që kjo do ta ketë megjithatë efektin e saj tek partitë politike shqiptare dhe uroj që të ketë realisht efekt në mënyrë që Kosova ta tejkaloj këtë situatë, sepse me të vërtetë është duke u bërë paksa e pa kuptim gjithë kjo çfarë po shohim. Mbetet është jetë nëse nesër do të kemi ndonjë lëvizje eventuale, por situata duke pas parasysh qëndrime deri më tash mbetet ajo që kemi pas tash sa kohë. Kosovë, faleminderit shumë. Presim gjithë reagim që në seancën e radhës për të zgjidhur këtë ngërç politik pra në Kosovë i cili zgjat prej javësh. Falenderoj shumë, të uroj punë mbar.